Miq, përshëndetje. Këtë hanë sot dy plazhe. Sot do të tregoj një gjë të bukur, domethënë. Duhet të jemi Zotit falënderues që jemi mirë me shëndet, që mund të ecim, jetojmë, të punojmë, e mos qajemi për gjërat kota. Isha në plazh, edhe vjen një familje aty, edhe shoh një zonjë, kishte një bidon në ato 10 kg me ujë, edhe po vrisja mend e thash, e mori këtë bidoni kjo dhe shkoj në det tash unë. Edhe po mendoja thash, çfarë do kjo këtë ujë thash. Çfarë do bëj kjo me këtë ujë në detit? Po nuk i vura re që një njeriu saj, ndoshta mund të ketë qenë dhe burri i saj, ndoshta mund të ketë qenë vllai, i paralizuar, edhe e shkon, e mushuj në det, edhe e freskonte këtë, aty ke çadra. Edhe aty e kam kuptuar që realisht nuk ka vlerë asnjë, as paraja, as suksesi, as nuk e di se ç'a mund tjetë tjetër. Prandaj qajemi kot, realisht jam prekur shumë kur e pash atë zonjë, edhe atë zotrin aty. Duhet të jemi Zotit falënderues. Edhe mos qajemi për gjëra budallëqe, s'kemi, s'dim. S'kemi dhe s'dim. Duke fillu nga unë i pari, edhe të gjithë. Ka dhe m'keq o njerëz. Ka dhe m'keq. Prandaj nuk duhet të qajemi kot. Realisht më ka prek shumë kjo situata sot. Shumë. Shëndeti me të gjitha, por çdo gjë tjetër rregullohet. Respekte. Ju rujt Zoti inshallah.